Në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Luiz Gurakuqi u zhvillua takimi përmbyllës i projektit të nisur një vit më parë, i cili synon lidhjen e akademikëve të diasporës me akademikët në Shqipëri. Në Universitetin e Shkodrës, projekti u drejtua nga Blerta Dragusha, zëvendës rektore e Universitetit Luiz Gurakuqi, dhe Valentina Ndou, profesoresh në Universitetin e Salentos në Itali. Edhe një ndër pikat më të rëndësishme të kësaj kurrikule ka qenë edhe hartimi i projekteve nga ana studentëve, të cilët kanë në fokus të tyre inovacionin në financë, kryesisht në sektorin bankar. Sot studentët të ndarë në grupe vinë në fakt me disa projekte shumë sfiduese, shumë inovative në fushën e financës, të vlerësuar shumë edhe nga mentorët e tyre ndërkombëtar, edhe shpresojmë që disa prej tyre bile të markohen edhe të dalin në treg në të ardhmen. Ky projekt ka si qëllim që të bashkojë akademikët shqiptar që janë në diasporë me akademikët shqiptar në vend dhe të realizojnë projekte kërkimi dhe inovacioni. Takimi sot në fakt është një punë gati një vjeçare që kemi realizuar me profesoresh Blerta Dragushën dhe me Fakultetin Ekonomik, me studentët e financës dhe të kontabilitetit, Fakultetit Ekonomik, që synon të krijojë kompetenca dhe aftësi të reja tek studentët në mënyrë që ato të jenë sa më të aftë që të mendojnë zgjidhje të ndryshme praktike për, domethënë, kontekstin në cilin ato jetojnë. Egzon Sadiku nga Kosova është menaxher i këtij projekti. Ne si organizat mundohemi që të lidhim institucionet e arsimit të lartë, po dhe institucione tjera me profesionistë nga diaspora, që ata të sjellin ekspertizë tjetër, që ndoshta ne nuk kemi ekspozuar më parë. Në këtë rast për studentët, domethënë i kemi sjellur 2 mentor nga diaspora, të cilët kanë një përvojë goxha të gjatë në fintech, në financial and technology, në kombinimin e financave dhe teknologjisë. Gjatë këtij takimi, studentët e financë kontabilitetit prezantuan para të pranishmëve temat e tyre të përzgjedhura mbi bazën e këtij projekti. Në vlerësimet e bëra rreth projektit, u theksua se gjatë një viti është fituar një përvojë e vyer për thellimin e bashkëpunimit me akademikët në diasporë, dhe ky bashkëpunim tashmë ka hyrë i sigurt në rrugën e konsolidimit.